Ish drejtori i klinikës së neurologjisë Igor Kuzmanovski, për të cilin të premte në media, u shfaqën pamje duke shfrytzuar lëndë narkotike. Aktualisht nuk posedon licencë pune aktive, pasi afati i saj i ka skaduar më 15 mars të këtij viti. Ndërkohë ai ka paraqitur kërkesë për vazhdimin e saj, ka njoftuar sot nga Oda e Mjekëve. Doktori Igor Kuzmanovski aktualisht nuk ka licencë pune aktive, pasi vlefshmëria e saj skadoi më 15 mars 2025. Ai ka paraqitur një kërkesë për vazhdimin e saj dhe Oda po shqyrton të gjitha aspektet që e lidhen me zhvillimet e fundit, po mblidhet dokumentacioni dhe informacioni nga institucionet kompetente, pas së cilës publiku do të informohet për masat që do të merren. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu i pyetur për këtë në preskonferencën e sotme. Tha se është i informuar se Kuzmanovski nuk kishte licencë, por theksoi se duke pasur parasysh se Oda e Mjekëve i lëshon ato licenca, do të presi një vendim prej tyre. I pyetur sa ka trajtuar pacient gjatë gjithë periudhës që nuk ka pasur licencë, Aliu tha se është formuar komision dhe se po zhvillohet mbikëqyrje inspektuese. Jasna slika dali работал в той период. Po, jam informuar se Kuzmanovski nuk ka pasur licencë. Jemi duke i zhvilluar mbikëqyrjet inspektuese. Si ministër duhet të dalë parajush me informacione të verifikuara. Prandaj dua një raport. Do të verifikohen se çfarë lloj shërbime shëndetësore dhe pune me pacientët ka pasur dhe pastaj do t'ju japim informacione. Aliu njoftoi se në vend të Kuzmanovskit, sot drejtori i klinikës së neurologjisë është emëruar Jovan Bozhinovski.